Miqtë e mi, përshëndetje. Unë ndodhem në mes të fshatit Veshdanisht. Kjo është qendra e fshatit. Kjo është ajo çka ka mbetur nga lavdia e këtij fshati që dikur ka patur 150 familje. Këtu është gati shkretir, por dikur në këtë vend aty ka qenë shkolla. Diku ka qenë reparti ushtarak. Në anën tjetër ka patur njësi të tjera shërbimi. Po pse u shua ky fshat i madh, ku kanë mbetur 10-15 familje ende që jetojnë? Sepse ky fshat, si dhe Penkova, si dhe lagja e poshtme e Treblovës, vuajnë për një rrugë. 35 vite kanë një rrugë të merri, të fut frikën sa po hynë në të. Me makinë të vogël është e sigurt që do të takoni sodokar. Pra 35 vite, ky fshat ka mbetur pa rrugë, po më e trishta është se rrugës që ata i quajnë rrugë, i kanë dalur gurët e Italisë 1914, pra ajo rrugë që ka shtruar Italia, sot shërben ende për ata banorë që vazhdojnë të jetojnë në fshatin Veshdanisht. Pra ne jemi rikthyer në të njëjtin vend ku kemi qenë, pak më lart. Para disa javësh kemi qenë në Penkovë. Paralajmëruam kryetarin e bashkisë që këtu fshati po shpopullohet për mungesë të rrugës, për mungesë të ujit. Duket qartazi që kryetari i bashkisë nuk e ka vënë ujin në zjarr. Me plot gojën e them këtë fjalë sepse rruga ishte bërë edhe më keq se që gjetëm para një muaji. Banorët me mundësitë e tyre janë përpjekur sadopak të minimizojnë, le të themi, dëmet në rrugë, pra të mbushin sadopak ato gropa me çakull. Po sa vlen kjo kur me shiun e parë, çakulla ikën dhe gropa rikthehet edhe më e madhe se ç'kishte qenë. Banor, faleminderit. Faleminderit e juve. Erdhëm sërish, u avam llafin që ne do vim derisa rruga të bëhet. Dhe ky është premtim. Si të quajnë? Unë. Po. Agron. Mbaj pak afër mikrofonin. Po. Erdhëm në Penkovë se bën rrugën ta. Ç'a bëhet kështu me këtë rrugën tuaj? Vetëm rrugë nuk mund quhet. Në një vend ngushtohet aq shumë sa makina gërvishet, Nuk shkëmbe. nuk shkëmbej shkëmbej, o nuk kalon një. Kurteti, nuk kalon një. Sepse punëtorët mund të jenë edhe punëtorët nuk punojnë. Mund të ketë punëtorë. Po sa Rruga dhe punëtor ka nuk kjo? Çfarë punojnë. do bëj punëtori me i karroca ma? Po me i karroc, shikon, duhet të ketë material. Bashkia është e detyruar që të ketë material që të punojë punëtori. Po s'pati material, nëse do punojë punëtori. Punëtori mund të ketë një kosor për të prerë ferrat, drizat, për të hapur diçka në 2 kratë. Punëtor fare se. Se punëtor nuk ka. S'ka problem. Ju s'keni parë punëtor? Jo, nuk e di. Nuk keni parë asnjëherë punëtor? Jo, nuk e di parë. Shiko, vjet aty u bë kanali i qenë Peshkpi deri po, lart ju bën kanalin, bile ne nuk donim kanal. Ne donim ato para të kanalit, neve të hiqet në rrugë. Nuk ka nevojë shumë ajo rrugë për kanal. Se është rrugë të pjetë nuk para ashtu. Po bë rruga, ajo nuk ka mundësi. Nuk ka shumë për të bërë. Tani kur thua për rrugë, e ke rrugë të asfaltuar, besoj se. Shiko, po që e asfaltuar ndryshon pastaj. Po për çfarë rrugë e ke fjalën? Për çakull? Po çakulla me merr ujë. Sot dorë për dorë ne duam çakër. Derisa të bëhet e reja. Kryetari i bashkisë na ka premtuar që do ta hedhë në projekt rrugën e Veshdanishtit. Kur e ka bërë këtë? S'ka dot 2 muaj. 2 muaj. Po, na ka premtuar, neve jemi mbledhur në Peshkpi, Po? edhe do ta hedhë në projekt rrugën e Veshdanishtit. Pra e ka fjalën për vitin e ardhshëm. Por e për këtë vit, për vitin e ardhshëm kaq na tha. Neve u ngritëm, ne që ishim atje i tham, derisa dal projekti, të paktën dorë për dorë hidh çakër. Çfarë përgjigje? Sot për sot. Çfarë përgjigje? Na tha që do hedh. Ka hedhur? Deri më sot jo. Po edhe 2 muaj, 3, deri më sot nuk ka hedhur. Këto janë gënjeshtra të tyre. Pastërtisht po ju a them. Kur do? Në harkun e një muaji, pra aq, diçka afër një muaj që kam qenë unë Penkov, ishte bërë më keq. Shiko, ajo do bëhet më keq. Se do ketë rënë në shija. Shiko, ajo do bëhet më keq. Ajo shiret e vjeshtrave. Po s'u vut dorë nashi. Po s'u vut dorë, këto një muaj. Shiret e vjeshtra ata do ta vjen jashtë përdorimit. 100%. Ju le të keni më që të paguani? Shiko, ne i pagojmë të tëra. Edhe taksat e tokës s'kemi dot një muaj që i pagojmë. Komplet. Ku van këto para?
Ju paguani taksa toke e s'keni as ujë më duket, ha? Po çfarë ujë as gjë, nuk kemi. Ore ne duam rrugë, nuk duam ujë. Ora duam me Ujë të pasaj avash, po rruga është kryesori. Që të vish na pe shtëpia veç tani vesh tre blok, na do shkoj. Makina vetëm që nuk ka gojë të thotë. Po më çon. Po më çon. Se s'ka gojë. Do vi këtu më mirë se mund ta çoj servis. Do pagoj 1.000 lekë, 2.000 lekë. Çu është? Ky më thanë ka qenë fshati i madh, ka pasur 150 shtëpi. 150 shtëpi ka qenë. Gjithë ky sheshi i fshatit, ha? Pavarësisht se ka nikur, hikën. Gumzhinte dikur si ka qenë kjo qendra. Këtu ka qenë fush sporti, këtu ka pasur gjallëri. Ja, ky vend këtu ja. Ka qenë kopësht, qerre, dhomë kulturës. Ka pasur tëra këtu. gjithë sportit. Do të shkosh te mes në shkollë ku i ke pas punonin. E di se e tregova me dorë, po aty s'duket asgjë. 8 vjeçare. Mbollëm drizat e neve, mbollëm drizat. Atje ka qenë çerre, kopës. Pa i kishi të gjithë shërbimet, Po dyqan të të gjitha. pa. Ja edhe ambulanca ku është aty, edhe ambulanca. Po atë e filmuan, e vetë që ka mbetur në Edhe kom. ajo ka ngjerë. Natëra. Po mirë nuk ka. Po ajo është e mbyllur. Është e mbyllur e s'ka. Si e mbyllur dhe s'ka? A ka infermier? Ka shërbim po nuk vjen. Çfarë do bëj? Çfarë do bëj? Një ditë para se të bëj votimet. Një ditë? Një ditë Jo, para vaj, se të bëj votimet hapet ambulanca. Ose do ta marrësh që kam X person për gjilpër apo diçka që të vi. Nuk është se është i keq ai infermieri, po. Edhe infermieri po llogaritë veta. Ku ta fus makinën me këtë, se s'ja paguan njëri makinën aty. Patjetër. Unë kam marrë, Unë kam kunatën e thot hajde atje. Po. po deshe. Po deshe. Por këtu po jemi mbledhur shas në del në një gjarpër. Unë ja kam thënë dhe në Penkov, me të hëngër gjarpëri, se është halli madh se bërtasim ne shëndetësia falas, nga mëngjesi deri në darkë. Po ja ka që thjesht është me të hëngër gjarpëri, do një orë shkosh në atje. Ai gjati, Po pra, ai gjati ka thënë një llaf, po si për mirë dhe për keq. S'keni pa gjë akoma, edhe s'ke pa gjë akoma, avash se do rish akoma këtë dhe mund të dalë edhe në një derë mund të vi këtë me gisa në një ujë. t'merr, Do ta shikosh me sytë tuaj ta besosh. t'merr. Ja kjo është. Po mi mos i jetoni ju pa rrugë pa ujë. Jetë malore. Qa jetë? Qa jetë atë? Ti ke akoma bidonat. Ja, po shkoj tani të hapu. Po. Po. Shkojmë ta shohim pak lutem. Të më ndjeki? Ke bidonat, a? Bidonat. Bidonat për të mbushur ujë. Sa herë bën këtë? Për ditë? Edhe 2 herë në ditë? Po që ti e shkatron makinën atë? Po sa shi ja. Ja qa të bë. Qa do më, mbaj ma, ja. Sa herë qonë servis të makinën? Sa herë, edhe ja për javë. Edhe ja për javë. Pra për ditë ti këtë edhe 2 herë në ditë? A që jam pak, po mbush edhe para me bidona. Edhe gjitha banorët të pumbën? Po gjithë kur ma kenë, po të gjesh një mënyrë. Okej. Më transparent se kaq, nuk ka ku të shkoj. Kërkojmë ndjes, donim ta argumentonim atë që ne sapo tha me fjalë që ujë s'ka dhe njerëzit i mbajnë bidonat gati, karikuar.